Ministria për Punë të Brendshme ka njoftuar se sot në orën 6:40 pjesëtarë të policisë nga sektori i punëve të brendshme Tetov, respektivisht Departamenti për Trafikim të Paligjshëm të Drogës dhe Armëve, kanë privuar nga liria 5 persona nga Bervenica. Bëhet fjalë për IJ 43 vjeçar, SZ 36 vjeçar, DP 69 vjeçar, DP 65 vjeçar dhe SZ 42 vjeçar, të gjithë nga fshati Bervenic. Siç njoftojnë nga MPB, kontrollet u kryen në fshatin Bervenic, në shtëpi, dhoma shërbimi dhe automjete pasagjerësh, në bazë të urdhrit gjyqësor të lëshuar më parë. Tek njëri prej të arrestuarve me iniciale DP 65 vjeçar u gjetën 2 lista dhe një fletore shënimesh me emra personash, 2 kompjuter dhe afërsisht 31.640 euro, 3.400 franga zviceriane dhe 56.500 denar. Tek SZ 42 vjeçar u gjet një substancë pluhuri e bardhë. Gjatë ditës së sotme në periudhën prej ora 6:40 deri ora 8, pjesëtarë të policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë kryer aksione povastisje në fshatin Bervenic të Tetovës, ku gjatë aksionit në disa shtëpi, hapësira ndihmëse dhe automjete janë gjetur armë, municion, drogë, pra që dyshohet se është drogë, pra materie pluhurit të bardhë, peshore digjitale dhe sasi e konsiderueshme e parave, pra si euro, franga zvicerane dhe denar. Gjatë këtij aksioni janë arrestuar 5 persona të moshës prej 36 deri 69 vjeç, të cilët janë mbajtur në stacionin policor Tetov dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tyre do të përgatitet parashtresë përkatëse. Gjatë aksionit policor u konfiskuan dhe 5 pako me substancë pluhur të bardhë, 52 fishek nga një pushkë automatike kalibri 7.62, 2 fishek nga një pistolet kalibri i panjohur dhe një fishek nga një pushkë automatike u gjetën në IJ, ndërsa tek personi SZ 36 vjeçar u gjetën dhe sekuestruan 20 fishek nga një pushkë automatike kalibri 7.62, një pistolet dhe një karikator me 2 fishek që i posedonte pa leje, si dhe një peshore digjitale me mbetje të një lënde pluhuri të bardhë. Tek DP 69 vjeçar u gjetën dhe sekuestruan një pistolet që e posedonte pa leje, si dhe një karabin gjuetie, një pushkë gjuetie dhe një pistolet që e posedonte me leje.